Me subvencionimin e naftës përmbushet edhe një zotim publik zgjedhor dhe qeveritar i ynë. Deri dje, ky është një zotim ndaj të cilit ishim llogaridhënës, kurse sot është nevojë urgjente e bujqve ndaj të cilëve kemi përgjegjësi. Sot, duke mbajtur zotimin e dhënë para qytetarëve, Qeveria e Republikës Kosovës do të subvencionojë çmimin e naftës për bujqit në vlerë prej 5 milion euro. Është konferenca e kryeministrit Albin Kurti, pasi që në vend filluan që të rriten drastikisht e brenda ditëve të fundit çmimet e pothuajse çdo produkti. Me theks të veçantë u rriten çmimet e derivateve të naftës dhe çmimet e ushqimeve. As në këto momente krize, Kurti nuk harron që të flasë sikurse të ishte në fushat elektorale. E përmend që po përmbushin një premtim zgjedhor. Madje gjatë kësaj konferencë të gjatë, e si rallëherë kur nuk ju ikun nga gazetarët, a ju kujdes që në disa rastet e potenconte se ky është lajm i mirë. Por po ashtu nuk harroi që të përmendte që kur e mori drejtimin e qeverisë, e ka gjetur situatën keq, edhe që kriza në vend është pasojë e krizës globale, kryesisht të shkaktuar së fundmi nga agresioni i Rusisë për pushtimin e Ukrainës. Rritja e çmimeve që së fundmi ka kapur shifra alarmante, as nuk është diçka e papritur e as e paparalajmëruar. Edhe kësaj here duket se qeveria Kurti 2 nuk ishte përgatitur, as pasi që publikisht u raportua për këtë krizë. Çmimet tashmë kanë shkuar deri në përmasa që në një formë kanë shkaktuar edhe panik tek qytetarët për të blerë dhe me sasi shpesh të panevojshme dhe me çmime të paarsyeshme. E megjithatë, kjo krizë sa është produkti i zhvillimeve ndërkombëtare e sa është të zhvillimeve vendore. Sa ka hise në këtë krizë të re pandemia 2 vjeçare që ende po vazhdon. Kriza energjetike globale e lufta në Ukrainë, e sa mosmarrja e masave eventuale mbrojtëse nga qeveria. A është edhe kjo qeveri e dobët përballë biznesmenëve që dyshohet se me mashtrim po rrisin çmimet? Janë disa pyetje që marrin përgjigje në këtë epizod të Indox. Sa i përket rritjes të naftës, kjo nuk mvaret nga ne, kjo mvaret nga organizata prodhuese OPEC dhe Berza. Organizata prodhuese OPEC ka reduktu prodhimin, shkaku i trazira cilet ose luftës Ukrainë-Rusi, edhe kjo ka ndikuar që çmimet të rriten në mënyrë ekstreme. Fadil Bejrani drejton shoqatën e naftëtarëve të Kosovës. Po ashtu është pronari një kompanie që shet derivate të naftës. Intervista me të është realizuar derisa ai po komunikonte në ndërkohë me furnizues të këtyre produkteve, e që po njoftonin që çmimi po ndryshonte, nganjëherë edhe brenda orëve të një dite të vetme. I pyetur se kur do të stabilizohen ose ulen çmimet, ai ka një përgjigje të shkurtër. Në atë moment kur ndalet lufta Ukrainë-Rusi, do të ketë zbritje të çmimit. Derisa kjo situatë e tensionuar, luftë e rrept, nuk do të ketë ulje të çmimit. Një propozim deri tash ka dalë nga më shumë se një parti. E nisur nga LDK-ja në fillim, e ndjekur edhe nga PDK-ja pastaj, që ka të bëjë me ulje ose heqje të akcizës për produktet e naftës. Si e sheh kryetari i naftëtarëve këtë opsion, që në një farforme do të ndikonte në ulje të çmimeve? Besoj që naftarët nuk e kishin refuzuar këtë ide, po më merr mendja se kjo ide nuk mund të zbatohet, sepse buxheti i Republikës Kosovës u parashiku dhe kjo nuk mund ndodhë në Kosovë. Ne nuk mund të krahasohemi me Kroacinë, se Kroacia ka buxhetin shumë fish më të madh se ne dhe gjendjen ekonomike ka më të fortë dhe Bashkimi Evropian i ndihmon. Kjo krahasim Kosova me Kroacinë s'mund bëhen, atëherë buxheti
do të thotë buxheti i Republikës Kosovës nuk do të ngucet. Ideja është akciza nuk vjen as shpejt. Ne kishim mirëprit si shoqatë naftarëve edhe këtë naftarë e kishin mirëprit, po kjo sa është reale dhe sa duhet bëhet, a duhet ta kërkojmë këto, kjo është diçka tjetër. Unë mendoj personalisht që buxheti i Republikës Kosovës u parashiku edhe me tyrat e sektorit naftës, ku në këtë sektor e mbulojmë mbi 30%. Po është vërtet që qeveria ka qenë e paralajmëruar. Kriza është e ndikuar nga rrethonat globale. Megjithatë, qeveria nuk është për survejim këtu, po është qeveria për veprim. Veprim konkret, veprim direkt në gjithë sektor që ka përgjegjësi kushtetuese dhe juridike, ligjore dhe obligim qytetare, se për këta është votu, për këta është zgjedh. Aktualisht kemi një qeveri shumë pasive, vetëm monitoron dhe konstaton pas ngjarjeve për situata çfarë janë. Në këtë relacion është jo e mirë si sinjal ta themi, por që qeveria është krejt inekzistente në raport me ndikimin dhe faktor ndikues ekonomik që do duhet të vepronte me kohë, që në parandalim e në veprim konkret, që spakut ta kemi nën monitorim të plot dhe nën kontroll çështjen e inflacionit. Ta kemi një analizë mbi të cilën do të mund të bënim hapa veprime konkrete financiare. Qeveria nuk ka as analizën, nuk ka as planin e veprimit, nuk ka as idenë se si ta monitoroj, kontrolloj apo ta stabilizoj çështjen e lëvizjes së çmimeve në treg. Velat Shala drejton me Komisionin për Ekonomi në Kuvendin e Kosovës. Ai duke folur për rritjen e çmimeve të naftës, vë theksin të një vendimi qeverisë që e konsideron edhe të paqartë, derisa ngre dyshime edhe për lishmërinë e tij. Në këtë relacion kanë nxjerrë spakut ushtarvat me dy vendime që edhe ato janë të paligjshme sa i përket ligjit, vendimit që kanë nxjerrë për naftën, por edhe janë të paqarta. Thot duhet 2 ose 6%, nuk e definon as bruto, as neto, sa periudhë zgjat kjo e kështu me radhë. Për të njëjtin vendim është pyetur edhe kryetari i naftëtarëve Fadil Bejrani. Ai thotë se presin të ndryshohet, por në favor të naftëtarëve. Qeveria e ka bën një vendim, i cili ai vendim ka qenë jo i drejtë në fillim, ku me kërkesën tonë u rishikuar nga Ministria Tregtisë Industrisë, ka qenë marzha e fitimit për shembull për import 4%, ndërsa për pika karburanti ka qenë 6%. Me kërkesën tonë dhe gjithë naftarët u pajtuan, kërkesa jonë ishte që importi të ketë marzhë të fitimit vetëm 2%, ndërsa pikat e karburantit të jetë me 8%. Kjo është në rishikim dhe procedurë dhe vendimi i qeverisë duhet të respektohet. Tregu është jashtë kontrollit, nuk ka bord të Agjencionit të Konkurrencës, i cili spakut do të ishte në terren dhe do të operante, komunikante dhe për të pa mundësi të kontrollit brenda ligjit, kështu që situata është jashtë kontrollit, qeveria nuk ka asnjë plan veprimi konkret. Ky konstatimi i deputetit është për një qeveri që ka shumicë parlamentare. Përkundër këtij fakti, edhe në këtë kohë krize nuk ka arritur që të bëjë bordin e Autoritetit Kosovar të Konkurrencës mekanizëm që heton edhe me rastet kur kompanitë merren vesh për kuldisje çmimesh në dëm të konsumatorëve. Insideri zbuloi se tashmë një mashtrim ka nisur me çmimin të fryera të njërit nga produktet bazë të ushqimit, vajt ushqimor. Duke hulumtuar ndryshimin e çmimit brenda ditës nga 1.75 euro në mbi 3 euro, insideri zbuloi se pronarët e bizneseve të mëdha fillimisht e kanë tërhequr sasinë e vajit nëpër depot ushqimore, duke shkaktuar panik tek qytetarët se ka mungesë të këtij produkti. Hulumtimi gjeti se pastaj ata kanë ekspozuar vajin me çmimin prej 3.49 euro. Mashtrimin e tregtarëve për gazetën Insideri e ka zbuluar njërin nga përgjegjësit për importin e vajit në Kosovë. Ai ka thënë se nuk ka pasur mungesë të vajit dhe se të hënën bizneset e kanë blerë nga ta vajin me çmimin normal. Dyfishimi brenda natës i çmimit është kryekput mashtrimi i tregtarëve, i kishte thënë ai gazetës. Vetëm disa orë pas publikimit të këtij hulumtimi, qeveria do ta konfirmonte atë. Për më shumë në njoftimin publik të dikasterit për tregti në qeveri bëhet me dije
se këto informacione tashme janë dërguar tek organet e ndjekjes, që janë policia e prokuroria. Insideri po ashtu ka raportuar për këtë rast ku Alpetrol, si përfaqësues i kompanisë së naftës Shell, kishte vendosur tjera çmime në reklamim e tjera tek pika e furnizimit. Video që ishte dërguar nga një qytetar tregonte që nga 1.64 euro sa tregoi çmimi në tabelën informuese, ai është shitur qytetarëve për 1.72 euro. Prokuroria e Shtetit pas raportimeve të këtilla doli me një njoftim. Zyra e kryeprokurorit të Shtetit thotë se në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, si dhe organet tjera kompetente, përkatësisht Inspektoriatin e Tregut, do t'i ndërmarrë veprimet ligjore penale ndaj të gjithë personave përgjegjës të organizatave të biznesit që ushtrojnë veprimtari ekonomike, duke e keq përdorur pozitën monopoliste apo dominuese në treg, të cilën në mënyrë të drejtë për drejtë apo të tërthërt ndikojnë në vënien e çmimeve të padrejta. Në njoftim thuhet se kodi penal për këtë rast ka parapar dënim me burg dhe me gjob. Albin Kurti gjatë fushatës ndër të tjera kishte premtuar më shumë inspektor. Një vit në qeveri nuk e ka bërë këtë ende. Me këtë numër inspektorësh që ka, paborë të Komisionit të Konkurrencës dhe mungesat të tjera, a do të mund që t'i vijet balë firmave private që në start të krizës kanë shfaqur haptas i apetitet për të pasuruar, duke rritur çmimet me fshehje të produkteve e forma të tjera. Pa dyshim që do të marrin masa, inspektorët janë duke bërë dokumentimin e të gjitha shkeljeve, mirë po unë nuk jam i udhëhequr vetëm nga ideja e ndëshkimit që duhet të ndodhë, po jam i udhëhequr nga parandalimi i dëmit që tashmë po shkaktohet. Sepse ju e dini, inspektorët marrin evidencë për shkeljet dhe më pastaj fillon procedura e proceset e ndëshkimit, po kjo po merr kohë. Njerëzit ushqihen për ditë. Prandaj në spikam tek ne sot nuk është vetëm evidentimi, regjistrimi i shkeljeve, po është edhe parandalimi i dëmeve që po ndodh me këto manipulime të çmimeve nga faktori njeri e kurse nga situata objektive në vendin tonë. Derisa çmimet po rriten, derisa qeveria e pranon që ka mashtrime, kjo qeveri po ashtu arsyetohet se ka mungesë të inspektorëve. Për hir të transparencës, ministra në këtë qeveri ja kujtojnë vetës që kanë premtuar në fushatat zgjedhore që kur të vinë në qeveri, do të rrisin numrin e inspektorëve. Por edhe pas një viti në pushtet, ende kanë të njëjtën ankesë, sikurse kur ishin në opozit. Po, ka mungesë të inspektorëve, për disa sektor, por si që dini prej zgjedhjeve të fundit edhe më herët, ne kemi synimin si qeveri për rritjen e numrit të inspektorëve, vetë se kemi shtuar numrin e inspektorëve në AVUK, sepse ishte për shkak të gjendjes pandemisë dhe do të shikojmë edhe mundësinë për rritjen e inspektorëve të tregut. Ne kemi shtyrë përpara ligjin për inspektimet, që do të bëjë një reformë të tërësishme me shumë ligje tjera që janë pjesë e reformës së ligjit së inspektimeve, në fakt, jo vetëm një ligji, dhe kjo do të sjellë një reformë të mirë të inspektimeve në Republikën e Kosovës. Do të kemi një rishikim të gjitha ligjeve dhe akteve nënligjore në muajt në vijim, dhe do të mirë funksionojmë tregun me sa më shumë inspektime në të ardhmen, pra dhe me rritjen e numrit të inspektorëve, me ngritjen e platformave digjitale për inspektime, që do të koordinohen përmes një inspektimit të përgjithshëm në zyrën e kryeministrit, një inspektor general, dhe të gjitha inspektimet tjera në Ministritë e Linjës që do të koordinohen me këtë inspektor general dhe shumë veprime tjera sipas ligjeve në fuqi. Dhe kryeministri që për të zëtini 1.60 kanalë që edhe limitin të ka shu sa dicopa mi më që a dicopa që inspekcionin pak qëj ndërnoj edhe qëto shqitore për mojë. Impakti më i madh do t'jetë prapë energjia, do t'jetë nafta, do t'jetë produktet dhe gruri dhe produktet dhe nën-produktet e grurit dhe pastaj edhe produktet e metaleve, sepse nuk ka rëndësia furnizohemi direkt nga Ukraina apo nga Rusia apo indirekt. Tregu ka lëvizje të mëdha. Dhe këto janë produkte të cilat e kanë në rajonin e Evropës
si me thonë, një pjesë të madhe këto shtetet e lindjes që janë prodhues, eksportues kështu. Kështu që tregu i metaleve, tregu i grurit dhe produkteve të grurit, tregu i derivateve dhe energjisë do të jenë më të goditurat. Por këto kanë pastaj refleksim direkt edhe në produktet e tjera siç janë të drurit dhe të shumë produkteve tjera. Deputeti Shala, duke folur për sektorët që do të preken nga rritja e çmimeve, e duke përshkruar qeverinë aktuale si të paaftë që të parapri krizave me masa, në këtë intervistë për Indox, përmend disa alternativa që mund të ndihmonin në zbutjen e krizës. Nuk e besoj dhe nuk e dëshiroj, por që qeveria duhet jetë e vetëdijshme që edhe merr përgjegjësi për këtë punë. Unë nuk besoj që do duhet vim në situata që janë rrethonat për me ardhur, përkundër kriza që është shumë e lartë, përkundër që qytetarët dhe ekonomia familjare ka vështirë ta përballojë këtë ngritje të inflacionit kaq të madh. Skenat e tilla nuk do t'i dëshiroja asnjë populli se lere mo vendit tim, por për të ikë asaj më të keqes që ju thoni, unë prapë i bëj thirrje qeverisë që të jetë krye detyrës dhe të merr masa veprimi parandaluese për gjithçka. E ka obligim ligjor, jo në konferenca shtypi, po para institucioneve shtetërore, para parlamentit, para komisionit parlamentar, me raportu për rezervat shtetërore. Me pa sakt sa kemi rezerva, me informu qytetarin sakt sa kemi rezervat grurit, sa kemi rezervat ekonomive familjare tjera, të produkteve tjera të shportës, sa kemi rezervat të derivateve, sa kemi rezervat të kripes, vajt, yndyrave, të cilat nuk janë prodhues vendor ata, mbarëm nga importi. A kemi ndonjë iniciativë që të afrohemi me shtetet për rreth të cilat kanë mundësi komunikimi ndërkombëtar dhe transportit me Shqipërinë apo me Maqedoninë apo edhe me Malin e Zi, sepse dihet linjat e furnizimit ka i kemi rrugë detare dhe doktori. Që është mundësia e këtyre, do thotë nuk kemi ala veprime konkrete që e shohim qeverinë tonë spaku dhe në Tiranë për këtë punë për një koordinim, një bashkërendim edhe në sferën energjetike, edhe në sferën e furnizimit me naftë, edhe në sferën e furnizimit me krip, me miell, me grur. Nëse ne do t'i kemi të bllokuar kufit verior të grurit, ne domosdoshmërisht do të furnizohemi ose nga pjesa tjetër evropiane ose nga pjesa amerikano-kanadeze. Prandaj këto iniciativa i bëjmë ftesë qeverisë që me kohë ti analizoj dhe të koordinohet spakut me qeverinë shqiptare. Kryeministri gjithsesi, plus kryeministri kur shkon në regji, i ka kretë sa kom pakun të paketume i ka. A i ka ma liu? E tash, të gjitha çmimet në Norvegji, jo të gjitha, pjesa më e madhe e çmimeve në Norvegji është raport me rrogën e tyre. Rroga e tyre mesatarisht është 10 herë më e lartë dhe çdo gjë aty është 10 herë më e lartë. Për shembull, nëse kishim të thonë që ka është banesë, është 100.000 euro, atje nuk e merr me 1.011.000, por është e merr me 500, domethënë realisht më lirë, a nominalisht del më shtrejt. Selatin Kaçaniku ka vite që flete e denoncon publikisht për shkeljet e kompanive në dëm të konsumatorëve. Në këtë intervistë për Indox, ai nisi duke folur për shtetin ku kohën më të madhe jeton familja e kryeministrit Albin Kurti, e që nuk është Republika e Kosovës. Si fillim, ai ka problem serioz edhe me mënyrën se si bëhen statistikat në Kosovë nga agjencia përkatëse. I vënë në dyshim ato. Për shembull, ti atje një birë e ki 3 euro, po pjesume 10 është 30 cent. E të na birë në 1 euro nuk i. Domethënë, këto raporte të çmime me to s'po merret kërkosh edhe publikisht kom pas deklaruar që kjo që e bën ASK natyrisht na nuk e kontestojmë, po është formë skolastike. Sakt skolastike. Po çka është realiteti? Nëse unë e blej qita 1 euro, po në krahasim me përbërsat, mu më del 2 euro. Cilësia, sasia, komponentet, skadenca, kur ato ja shton, del 2 euro, del ma shtajtës në Evropë. Çdo sen këtu është ma shtajtës në Evropë. Me gjithë që kontestimin nga ana e Kaçanikut, Agjencia e Statistikave kret në fillim të marsit 2022, kur edhe ka nisur rritjet enorme të çmimeve, ka publikuar një raport ku flet për rritjen e çmimeve në fund të vitit 2021, krahasuar me ato të një viti më parë. Kjo agjenci bën më dije se çmimet e importit në Kosovë kanë pasur ngritje mesatare prej mbi 19%,
ku krahasohet fundviti 2021 me fundvitin 2020. ASK konstaton se në këtë periudhë ngritje më të madhe kishte tek produktet që përdoren në ndërtimtari, me theks të veçantë, metalet bazë dhe artikujt prej tyre që u rriten me mbi 58%, produkte minerale me mbi 53%, artikujt e gurit dhe qeramikës së qelçit me mbi 32%, druri dhe artikujt prej tij me mbi 29%. Raporti tregon se edhe para këtyre çmimeve të fundit që janë si pasojë e luftës në Ukrainë deri në fund të vitit të kaluar, çmimi i vajrave që përdoren në ushqim u rriten me mbi 26%, shtazët e gjalla dhe produktet e shtazave me mbi 14%, produktet bimore me mbi 8%, artikujt ushqimor të përgatitur, pijet dhe duhani me mbi 5% rritje, mjetet e transportit po ashtu me mbi 5% rritje. Derisa çmimet po rriteshin në vende, qeveria po krekosej për rritje të hyrave e ulje të shpenzimeve e luksit. Agjencia e Statistikave ka një histori tjetër për të treguar. Kjo agjenci ka krahasuar të hyrat dhe shpenzimet e qeverisë nga ato të fundvitit 2021, kur kryeministri ishte Albin Kurti, me ato të fundvitit 2020, kur në pushtet ishte ende Abdullah Hoti. Gjithsej të hyrat e qeverisë së përgjithshme në tremujorin e 4 2021 ishin 627 milion euro, ku krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2020 që ishin 703 milion euro. Ka rënje të hyrave, thekson agjencia në raportin që e publikoi në mars 2022. Po për të njëjtën periudhë, agjencia thot se qeveria Kurti pati 822 milion euro shpenzime, që është një rritje e shpenzimeve krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, kur ishte qeveria Hoti që shpenzoi 5 milion euro më pak. Në general, ka disa sene të mira, por nëse na shkojmë segmentet, mi analizu, janë disa segmente ma keq, disa segmente janë që të dikun, unë jam antar i borit të AUK-s. Edhe aty në unë ju pengoj se tutën për me unë u bo kryesues i AUK-s, i bordit. AUK-s, Agjencion të Ushqimit dhe Veterinarisë. E pronën i kryesuese, masi i kaloj mandati kryesuesit, okej, shumë mirë, u bo mirë. Mandej, ajo shkoj u bo zëvendës ministre, e pronën tjetërën. Na e kemi të drejtën ligjore, kushtetuese, e kemi diskrecion me zgjedh prej përbërësave kryesuesin ose kryetarin. Nuk ta. Na pronën kryesuese, të gatshme. Të më thonë, unë isha i retmi kandidat, unë ju pengojsha. Pse ty me të pengu konsumatori? Unë jam përfaqësues i konsumatorit aty. Nuk jam në selat i ka qenë i kote. Pse me të pengu ty konsumatori? Pja merë paret, pja merë votën, pja merë krejtë. Ta në të mirat ekipit ti, pse për të pengon tash? Në më thonë, këseva pronën taksirat i peles. Ta mora lekun, ta mora burekun, ta mora votën, atash shken bëthë. Ka Qaniku që drejton OJQ me emrin konsumatori. Ka folur për atë që e sheh ai si dëmtim të interesit nacional nga qeveritë pas luftës deri tash. Përmend privatizimet e dyshimta, shkatrimin e fabrikave që mund të përdoreshin me riparime eventuale. Na kena pas fabrikat të set kanë prodhu ushqime për neve, sot si kemi ato, se jo që i kemi privatizu, për i kena falë. Makinat moderne, që nashta ju ka mungu veç me akyq kompjuterin, se koha e ka lypë, që e maqinë, veç me kompjuterizu, ka qenë maqinë super moderne, për shembull në amortizator. Ato e në shqitë për skrap. Edhe qmimi që është pagu për amortizator, të është sharak, se vetëm si përfaqe tokës ka pasë të të fish ma shumë. Qyshu falë Ketsi. Ketsi u shqitë 26 milion, për 7-18 milion i ka marrë dhe parat që në kormërana në narkë. Do me thonë, është falë, është zonë miraz. Dhe kur bon këto kontratat dopta, mashtruse, automatikisht dhe bazohet dyshimi se dikush i kanë gjymë steqet, po dikush i joni është prana. E na nuk kemi me ja bo me gisht kërkujt. Unë s'pa thëm janë nxjerr syrin kërkujnë, s'pa thëm me vra kërkon. Edhe na gjithkujt duhet me ja thonë në sy, se dhe pej Zotit e kena obligim. Nëse na dikujt nuk ja themi në sy, atë na s'kemi drejt më anku. Nëpërmjet Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, kemi aplikuar në programin për bujqësi globale dhe siguri ushqimore për grantin prej 20 milion eurosh mbështetje për fermerët e vegjël të cilët janë ndihmuar pak deri më tani. Pra buxhet mbi 100 milion euro, strategji afatgjat, lehtësime dhe shërbime të subvencionuara, treg dhe transparencë.
do të kemi së paku 10 milion euro për rezerva shtetërore që mund të mbushen me prodhime vendore. Albin Kurti në fundin e vitit e kaluar kishte folur për rezervën shtetërore, për mbushjen e saj me produkte bujqësore. Deri tash nuk dihet se çka ka ndodhur më të. Nuk e din as zyrtarët e votuar për ta mbikëqyrur qeverinë. Jo, nuk ka asnjë raportim zyrtar për rezervat dhe konsideroj që është keq qeveria me këtë punë. Konsideroj që qeveria deri tash as që e ka ditë mirë legjislacionin, as që i ka ditë depot ku i ka, as që i ka ditë rezervat sa i ka. Konsideroj që është duke u treguar jo e sinqert në këtë relacion me qytetarin dhe me institucionet e shtetit, përgjegjëse që i ka obligim me i raportu. Ca miliona në këtë nismë, e ca miliona të tjera në një nismë tjetër, disa miliona në subvencionimin e rrymës e të tjera në skema sociale. Qeveria aktuale në këtë kohë krize ka pasur disa vendime që kryesisht lidheshin me fjalën subvencion. Deputeti që drejton me komisionin e thirrur për ta mbikëqyrur qeverinë në fushën e ekonomisë, e sheh si formë problematike të funksionimit të qeverisë këtë formë. Kjo është njëna prej veprimeve më të dukshme të paaftësisë qeverisë. Qeveria duhet me hartu legjislacion, strategji, plan veprimi, jo më shpërnda mjetët që i merr nga taksa paguesi, jo veç me qarkullu ato sipas planit ditor, krizave ditore. Pra është një shpenzim enorm i buxhetit i para, sidomos në vitin e fundit, me qindra milion që kanë shkuar në shkallë subvencioni dhe në fonde humanitare. Në rregull. Ama do të ketë transparencë, do të shohim veprimet. Do thot efektin, ekonomia nuk mbahet me subvencione. Ekonomia mbahet me planifikim, afat shkurt, afat mesëm, me planifikim strategjik, me investime strategjike, me legjislacion të mirë. Ne duhet të kemi përmirësim legjislacionit, veprim të shpejt, konform ligjeve, do thot që e don koha, e don momenti, e don kriza. Ne nuk shohim asnjë akt juridik që të përshtatet me rrethonat. Ne shohim vetëm veprime ad hoc duke shpërndar buxhetin. A në anën tjetër janë varfëruar deri në skajshmëri projektet kapitale zhvillimore të qëndrueshme. Pra, këtu është disproporcioni edhe logjik, edhe ekonomik i vendit. Ne mund të mbajmë edhe një vjet me subvencione të harxojmë atë buxhet që kemi marrë. Shka vitin e ardhshëm? Çka kemi marrë kthim? Ku është shkolla e kthimit nga këto investime? Asnjë zero kemi. Pastaj, çka është më e keqe, kemi shpresuar që kemi rritje ekonomike. S'kemi rritje ekonomike derisa s'ka prodhim vendor, derisa s'ka investim kapitale. Ai ka folur edhe për mungesën e investimeve kapitale që mund të prodhonin rritje të vërtetë ekonomike dhe jo vetëm statistika më të mira, por ka folur edhe për një problem serioz që ka bllokuar projektet e kompanive kosovare. Mosemrimi i bordit të gjykatës së të nderve. Për këtë rast, ai shpalos dyshime që madje edhe emrat që janë duke u dërguar në kuvend nga qeveria janë si dikur në aferën dosja shefave, që hiç s'kan konkurruar. Informacionet paraforta janë që janë mbi 200 milion euro që janë të bllokuara për shkak të mos krijimit të një bordi ose vendosjes së një bordi të OSHP-s, i cili do të ishte mundësi që të dinamizonte këto lëndë që paratë të ishin të kompanitë ndërtimore, infrastrukturore ose shërbyse. Dhe 200 milion euro sot me alla biznese o private, ato nuk shkojnë drejt në një konto, po shkojnë në kontot e mira punëtorëve. Pastaj zinxhiri i fitimit është shumë më i madh, janë materialet e ndërtimit, janë mirëmbajtja, janë makinerit, janë transportet. Kështu që kjo është punë që janë investime kapitale dhe do të fitonim një infrastrukturë, një objekt, një ndërtim, do të shihim diçka. Ne kemi stagnu ekstrem. Ka numrat. Ekstrem kemi stagnu në gjitha projektet infrastrukturore. Ka numrat, se s'pe bordin OSHP-s, apo ai ka numrat. Jo, edhe këtë që e ka propozuar janë të palitshëm. Jo e patë dhe ju mediat edhe dikush njëra nga ju mediat që antarët e bordit të OSHP-s as që kanë apliku. Kjo është skandali tjetër, më i madh. Njerëz që as nuk kanë apliku, ju kujtohen ato aferat që në i adresojshin ne. Merrni tash, shihni. Ku i ka gjetë ata njerëz, ku i ka marrë ata njerëz, ai kanë dosjet e kompletuara, pse po i bjen ata njerëz? Pra, defektet janë shumë të mëdha. Kena një përsëritje të retorikës
dhe asgjë më shumë sa i përket çështjes ekonomike direkte. Teoretikisht po, se është e vërtet që kriza ka ndikuar, edhe pandemia e Covidit, dhe pandemia e naftës, dhe pandemia e luftës, tëra pandemit kanë ndikuar. Po, që kjo qeveri, si gjitha të tjerët, kanë bërë pranim dorëzim detyrës. Ata e kanë ditë që s'po vinë dorësëm, po vinë në një shtet të ri me shumë probleme. Ata e kanë ditë se në ndodhemi një oazë, një ishull i vogël, në një deti, në një oqean të trazum. Dhe më thënë, gjithmonë me probleme. Ja ka rre veta si mundë me dalë. E po mirë, ti po do me dalë, pa neve, nuk ka shansë. Pa popullin, nuk ka shansë. Ti pe ignoron popullin, pe ignoron qytetarin konsumatore, po do me ja dalë, s'ka shansë. Selatin Kaçaniku, që ka 2 dekada që merret me avokim për mbrojtjen e të drejtave të konsumatorëve, thotë që rritja e çmimeve që po ndodh tash ishte paralajmëruar. Ishte paralajmëruar publikisht shumë kohë më parë. Javë më parë edhe Indox në dokumentarin Kret dhe Shtrejt, ku ekspertë e ekonomisë ende pa nisur lufta në Ukrainë, alarmonin për rrezik të rritjes së çmimeve e madje edhe mungesë mallrash. A e mori kë seriozisht qeveria, apo vazhdoi që kryeministri të merrej me akuza për ish qeverit? Edhe pro më thash në TV, nuk mundet qeveria me bërë zgjedhje pa ne. As nas mundet pa qeverin. Na duhet me bërë bashkë, duhet me pas interaktivitet. Qeveria nuk ka dëshmu. Që ka qeveri, që shumë ka borxhurën për interaktivitet, kjo mas pak ka interaktivitet me popull, me qytetarin konsumator. E ignoron as që e përmen emrin konsumator. A këndi gjuhë në herë në qeveritar që ka përmen emrin konsumator? Ta vesh me të kalumën, po mirë. Qa kanë bërë? Po shqeqoni, na kemi Akademinë e Shkencave, aty ka edhe historian. A kalumën du të përën atyre. Hajde na tash të këshyrim me këtë serbisht në re që thonë what we can do together. S'ka mo qeveri autarkike. Bologna e ka thonë fjarën ma moderne. Çdo fakultet, çdo kolegj, veç me interaktivitet. S'mund të më kërkujt me shitmen, sepse edhe fëmia e vogël ka qasje në internet. Fëmia i vogël mund me pas informata që se ka profesori, po në interaktivitet i gjejmë senet. Çmimet në tregun kosovar janë duke u shtrenjtuar me ndryshime radikale, nga njëherë nga dita në ditë. Ky emision është përgatit në mes të javës së 2 të marsit, por deri në kohën kur do transmetohet, mund të ketë ndryshime të tjera. Prandaj, nuk janë përfshirë çmimet e atyre ditëve. Unë e kom dhënë disa debate televizive dhe peshot që në rrjetet sociale ma kanë drejtu ose ma kanë dredhu mu i ta them një intervist ku unë kom thonë, është koha që ne të kem derivate e mos ta pyetëm sa është çmimi, edhe prap e them këtë fjalë, me rëndësi shteti i Kosovës mos me met pa karburante. Ky rrezik është në Shqipëri, në Malzi, në Serbi, shtetet në region, në Greqi, çdo kund. Importues tonë janë duke e bërë maksimumin që mos të jesun pa derivatet naftës, importues nga Shqipëria gjithashtu janë duke e bërë maksimumin që mos jesun pa derivate. Rast konkret, kompanitë tona janë duke bashkëpunuar shumë mirë me importues nga Shqipëria, kur shembull për marrë Gega Öl, një kompani e cila 40% deri në 50% e mbulon tregun e Kosovës. Në një bisedë telefonike me te, ai tha se kriza është në gjithë globin, po kjo po reflekton edhe te ne në region. Që unë thash edhe një herë, nuk do dëshiroja që të kalojmë në atë fazë ku të humbet arsyeja. Nuk do dëshiroja që shpakut qeveria ta neglizhoj situatën. Nuk do dëshiroja kur me i pa qytetarët e këtij vendi në situata çfarë nuk na duhen. Megjithatë, është përgjegjësi direkte e qeverisë edhe këtë situata me i parapa, me i parandje, me i parandalu. Po ato nuk bëhen me filozofi të thata, me teori të thata. Ato bëhen me veprime konkrete dhe me plane. Ato bëhen duke ngrit dorën institucionale zhvillimore në drejtim të qytetarëve. Ato bëhen duke e ruajtur konsumatorin, taksa paguesin. Pra nuk kena me zbulu kur gjë, vetëm kemi marrë 3-4 modele të mira, nëse nuk dim vetë, dhe me i përshtat me rrethonat dhe kushtet tona. Pra nëse nuk kemi ide, s'po them me kopju ide, po me adaptu ide të përshtatshme të rajonit, të Evropës, shteteve tjera. Gjendja ka me vazhdu me qenë e papërballueshme. Për arsye se neve në ka iktorua. Unë ashtu mendoj. Stampede ose Orteku i ngritjes së çmimeve ka marrë hop, çast shumë
ka marrë intensitet, sa që një qeveri e vogël, një shtetit vogël, nuk mundet me ndiku as pak. Domethënë, na kena pas mundësi mi kry detyrat e klasës dhe detyrat e shtëpisë më herët me kohë. Nuk i kena bërë ato detyra dhe tash ajo po na hak merret. Pra po them, ne kemi pas sheqerin ton, i kemi pas shumë do produktet tona. Kemi prodhu bazë, vaj për vetet, se edhe kemi pak këtu. Kulturat bazike kena pas tonat. Sot nuk i kemi. Sot na nuk kemi mjaftuar as grua. Disa thonë 60%, disa thonë 70%, në 80% unë u pajtu. Po tash me ngritjen e çmimit të naftës, do të ulet dhe interesimi i bëjqve për me prodhu, për me mbjell rrugë. Dhe ne do të kemi nevojë për më shumë importe. Po dalin tregja. Tash Ukraina dhe Rusia si superfuqi të prodhimit të grurit po luftojnë, nuk do të kenë mundësi me prodhu aq, ata do ta rëndojnë tregun se do të me importu edhe për veti. Do të del dikush që do të prodhoj. Por ama ne do të importojmë, do të detyrojmë me importu me çmime shumë më të larta. E tash imagjinoni një pensionist me 100 euro pension, çka mund të bëj me çmime të rritura, si mund të përballoj një litër me 3 euro, si mund të as që mund të ndroj dhe turën me pagu një litër derivat, ku me ditë sa ka me mri dhe në 3 euro e gjys, nuk mund të blej një thes milës, një thes 25 kg me një çmim për 25-30 eurosh. Se i shkoj 1/3 pensionit, bi 50% mesatarisht e pensionit shkoj në ilaqe, në medikamente. Çmimet me përqindje mundi me thonë ose cent çdo ditë kemi, javën e fundit çdo ditë kemi 10 deri në 15% rritje të derivateve të naftës në tregjen ndërkombëtare dhe po reflekton edhe në Kosovë. Në atë moment kur ndalet lufta Ukrainë-Rusi do të ketë zbritje të çmimit. Derisa kjo situatë e tensionuar, luftë e rrept nuk do të ketë ulje të çmimit.